Një moment i rrallë dhe prekës është ndarë nga Liri Berisha gjatë një interviste në emisionin Opinion, ku ajo foli për takimet e saj me motrat e Nën Terezës dhe lidhjen e veçantë të shenjtores me Shqipërinë. Ajo kudo që udhëtonte me pasaportë shqiptare. Nuk di të them se ku e gjeti dhe si e gjeti, por kjo më ka bërë shumë përshtypje, ka thënë Berisha. Ajo tregoi gjithashtu për një vizitë në Budapest, ku ishte ftuar nga zonja e parë hungareze për të inauguruar një bust dhe një rrugë me emrin e Nën Terezës. Atje takoi motrat e saj, të cilat ruanin disa nga sendet personale të shenjtores. Njëra prej motrave më tregoi cepin ku Nën Tereza lutej çdo ditë. Ajo fliste në një gjuhë që ato nuk e kuptonin. Kur e pyetën motrën Nirvana, ajo tha: "Nuk e kuptonin sepse ajo flet dhe falet në gjuhën e saj", kujtoi Liri Berisha, duke shtuar se gjuha për të cilën bëhej fjalë ishte gjuha shqipe. Ky është një rrëfim jo vetëm që nënvizon lidhjet shpirtërore të Nën Terezës me rrojnët e saj shqiptare, por dhe sjell një dritë një detaj të jashtëzakonshëm, që ajo nuk e harroi kurrë kombin, nga i cili rrjedhte, as në lutje, as në dokumenta dhe as në zemër.